Aktorja dhe këngëtarja Rozana Radi ishte një ndër banorët të cilët ju bashkuan që ditën e parë shtëpisë së Big Brother në VIP 4. Ndërkohë që Gjesti ju bashkua shtëpisë menjëherë pas largimit të tij nga shtëpia e Big Brother në VIP Kosova 3. Që prej momentit të parë që Gjesti ju bashkua shtëpisë mes tyre u krijua një raport që shpeshherë u interpretua si miqësor dhe herë të tjera si strategjik për të qëndruar sa më tepër në lojë dhe në shtëpinë e Big Brother. Por së fundmi, pas futjes sërish të Egli Takos, raporti i tyre ka ndryshuar. Ata janë përballur shpesh me njëri tjetrin nëpër debate të ashpra. Por kjo mund të ketë ndodhur edhe për shkak se janë shumë pranë finales së madhe. Ne kemi bërë një sondazh në kanalin tonë në YouTube dhe ndjekësit kanë votuar. Si duket, i preferuari i publikut në kanalin tonë Labirint është Gjesti, pasi pyetjes se kush mendoni se ka më shumë mundësi që të fitojë Big Brother në VIP 4, shumica janë përgjigjur për të. 56% kanë votuar për Gjestin dhe 44% për Rozanën.